Faleminderit, zonja kryetare. Po mirë, erdhë këtu dhe bët lajm, me instiktin e kafshës duke thirrur tribun, e kujt? Me foltore dhe pik. Habitu pak. Për çfarë erdhe? Për të bërë këtë lajmin? Është një nga ato momentet në të cilat them, sa mirë që më ka bërë Zoti grua, që t'jetë ky. Se po t'isha burr, nuk do ishte shumë e fisme t'i përgjigjesha në mënyrë aq të fisme. Pikave të këtij, që i thret instiktit shtazor. Edhe ka kënaqësi nga instikti shtazor dhe thot, unë nuk performoj. Ti je aktori më i madh që ekziston këtu. Tani, nuk gaboj, sepse më pëlqejnë metaforat, sidomos ato që janë të dark apo cinike. Dhe padyshim, nuk më pengon formimi të them që po, kush e ka aparatin tretës në tru, mund ta përdori dhe gojën për jashtëqitje. Edhe ti e përdor shumë shpesh këtë, dhe mirë e bën. Sepse tul pikë dhe na bën shumë punë edhe neve. Ti thua do ta votojmë ne pa diskutim si Çeço këtë që duam ta votojmë dhe të kemi sjell një rezolut edhe më tepër se sa kaq? Përveç se Dick Martin edhe genocidin serb ti thua do ta votoni si Çeço? Në fakt, miq dashur, se memoria e shkurtër ju funksionon këtë vend, se vetëm e shkurtra funksionon këtë vend, ju e votuat si Çeço Srebrenicën. Pasi dikush këtu ju futi qartësisht në një kurth politik dhe ju anxorri kudo kartonat e kuq në përbot se si ju ishit kundër rezolutës për Srebrenicën dhe erdhët një javë me si Çeço e votuat. Ju. Jo vetëm që ne do votojmë Dick Martin se si jemi ushtri, jemi njerëz lirë edhe sepse duam Kosovën dhe nuk bëjmë ne thika pas shpine, që thoni ju thik pas shpine. Kush është thik pas shpine më e madhe? Se sa të kesh këtë bilanc tregtar që ke me Serbin, ku Serbia përfiton nga Shqipëria e vogël me ekonomi të varfër dhe Kosova humb nga shkëmbimi me Shqipërinë e vogël dhe me ekonominë e varfër. Fiton Serbia edhe ekonomikisht, jo vetëm politikisht. Kush i bën thikat pas shpine, kur ti shfaqesh duke buzëqeshur me Vučićin dhe lë në imazh të trishtuar Albin Kurtin? Pak e kam pasur përvojën Ministrinë e Integrimit. Atëherë kur Kosovës nuk i shënoi emrin tavolinë, dhe kur serbët çoheshin nga tavolina kur negocionin fondet e rajonit, ne çoheshim si delegacion që të gjithë konsultoheshim me delegacionin e Kosovës që sulej doti barabart në tavolinë dhe pa marr agrimentin atyre nuk uleshim më tryez. Kjo është të duash Kosovën. Kjo është të duash Kosovën, së pari ta duash hapësirën shqiptare dhe ta favorizosh faktorin dhe shqiptarizmin ekonomikisht, se fukarallëk maskarallëk në fakt. Ta lësh të varfër këtë vend dhe ta lësh Serbin edhe në raporte tregtare me Shqipërinë përfitojë më shumë se sa Kosova dhe të bësh sa më shumë pleh që të krekosesh sa më shumë si gjel, kur ti i tregon forcën Kosovës se qënë ke lideri global i rajonit, kur edhe në Kosovë mjeku paguhet 2 fish i këtushëm. Edhe në Kosovë, ai pedagogu paguhet 2 fish i këtushëm. Edhe në Kosovë ndihma ekonomike është më e madhe. Ta duash Kosovën nuk është shkruash letra që harrohen, për t'i përdorur kundër shqiptarit që ke brenda. Ta duash Kosovën është bësh faktorin shqiptar të rëndësishëm në Ballkan si që ka vendin, dhe atëhere kur ti mos të zgërdhiesh me Vučićin dhe t'i kthesh shpinën dhe më keq Albin Kurtit. Faleminderit. Fjala për zonjën Mimi Kodheli, 4 minuta. Faleminderit kryetare, koleg. Në akt të viteve 80, një që e donte Kosovën i ndjeri babai im, shihej të kthehej në shtëpi nga një udhtim pune duke mbajtur në dorë një copë guri të çmuar nga minierat e Trepçës. Ishte një dhuratë nga vëllezërit kosovar, dhuratë të cilën e ruaj ende me fanatizëm. Aso kohë bisedat për çka ndodhte në Kosovë, e sidomos për çka ndodhte në Prishtina gjetk, ishin sa interesante, aq edhe në thonjza të rrezikshme. Kohët ishin të vështira nga të dy anët e kufirit. 10 vite pas demonstratave të 91-shit, ku vendi i parë pluralist në Shqipëri do të dilte me rezolutën e tij të parë
pjesë e zinxhirit të deklaratave të rezolutave që do të pasonin në vite qëndrimin ton lidhur me çështjen e Kosovës. Midis tyre, do doja të veçoja rezolutën e dhjetorit 98, ku Kuvendi i Shqipërisë në ndrejtimin e socialistëve dënonte krimet e Miloševićit duke theksuar ndër të tjera se, citoj, e vetmja rrugë për ndaljen e genocidit, spastrimit e egër etnik dhe përhapjes konfliktit në rajon, mbetej ndërhyrja e trupave NATO në Kosovë. Në tetor të 2000-shit, Kuvendi i Shqipërisë kërkon nxjerrjen përpara gjykatës Hagës Miloševićit dhe kriminalëve të tjerë të luftës, të akuzuar për krime kundër njerëzimit, si dhe i kërkon Serbisë të kërkojë falje për genocidin. Luftrat mund të kenë drejtëhijet e tyre, të gjitha pa përjashtim, por ajo për cilën ne më shumë se sa të bindur jemi në faktin që kauza e drejtë e popullit të Kosovës dhe ushtrisë së tij çlirimtare ishte një përpjekje e madhe historike për liri dhe pavarësi. Për fat keq që prej 11 vitesh, një raport që mban emrin e autorit, Dick Martin quhet ky zotëria, është munduar të hedhë hije dyshimi mbi atë çka ka qenë më e shenjtë dhe më e shtrenjtë për shqiptarët e Kosovës, e drejta e tyre për të qenë një popull i lirë në mes të popujve të lirë të Europës. Bazuar në parimin se çdo dyshim për krim duhet zbardhur, konstatojmë se dhe pas hetimesh të thelluara prej më shumë se një dekade të organeve kompetente ndërkombëtare të hetimit, task forcash hetimore, zyrash prokuror specializuar, pretendimet e qëllimshme të ngritura nga raporti zotërisë mbeten të pa argumentuara, të pa provuara, të pa bazuara në prova dhe fakte, e përrjedhoj duhet të konsiderojnë si të tilla nga të gjitha institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare. Duke menduar se ky qëndrimi ynë i sot dhe kjo rezolut plotson zinxhirin, kolanën e të gjitha qëndrimeve të këtij kuvendi ndër vite dhe më shumë akoma i bën nder këtij organizmi, disa deputet PS-s erdhën me këtë propozim të titulluar, siç dhe është thënë, rezolut mbi pabazueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri, me të cilën i kërkohet Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të realizojë një rishikim të rezolutës 1782 të vitit 2011, mbi pretendime absurde të ngritura nga Dick Marti mbi trafikimin e paligjshëm të organeve. Njëherëzi, në përbërje të propozimit ton shprehet dukshëm dhe pa ekuivok qëndrimi ynë si një vazhdim mbi qëndrimeve të kahershme mbi legjitimitetin e luftës heroike të popullit të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të saj, si një reagim në mbrojtje të jetës dhe lirisë së popullsisë shqiptare atje, si një reagim ndaj masakrave çnjerëzore, pastrimit etnik, deportimeve, vrasjeve, përdhunimeve dhe plaçshkitjeve të makinerisë militare dhe paramilitare serbe. Hija e Dick Martit dhe kush e ka mbështetur atë, nuk e çbën dot diellin që lindi me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ndaj e mbyll duke thënë pa pasur frikë se bien patetizëm, se sot e mbylla më shumë se kur më parë, shqiptarët duhet të ndihen krenar për përpjekjen e tyre madhore për të pozicionuar në anën e duhur të historisë. Hedhja dritë edhe një herë mbi çka kemi bërë, vetëm e ndihmon për parimin ton drejt së vërtetës dhe rrokjen e vlerave më të mira perëndimore. Shpresoj shumë ta miratojmë këtë rezolut në unanimitet. Faleminderit. Fjala për zonjën Jorida Tabaku, 4 minuta. Të nderuar kolegë, nga viti 2013 e sot kam mbajtur shumë fjalë në këtë parlament, po në fakt që paru emocionova pak 2 vajzat e mia 5 vjeçare Arba dhe Iris bashkë me grupin e tyre të kopshit, erdhën për të parë punën e mamit. Edhe unë për të justifikuar ato mungesat e gjata, lodhjen dhe stresin që çojnë në shtëpi, me ndihmën edhe të kryetares kuvendit i thash dhe i pranovaj që mund të vinin. Unë fakt nuk duaj që fëmijët e mi të merren me politik. Ato do bëjnë çfarë duan dhe ta zgjedhin vetë se çfarë duan të bëjnë. Po dita sot në fakt më mbushi akoma më shumë mendjen që zgjedhja për të marrë me politik ndoshta nuk është në të ardhmen e fëmijëve shqiptar me ato që panë dhe dëgjuan në sallën e këtij kuvendi. Edi Rama me gjuhën e vjetër që është mësuar në fakt përdor, na kërkon ne që të mos kompleksohemi e të kalojmë të harrojmë të shkuarën, ndërkohë që ai gjithmonë e thret të shkuarën, ai e përdor të shkuarën.
A besojmë ne se UÇK-ja ka kryer krime kundër njerëzimit? Jo, nuk e besojmë. A besojmë ne që komandantë UÇK-s kanë kryer krime kundër njerëzimit? Jo, nuk e besojmë. A ka punuar Partia Demokratike kundër Kosovës? Në fakt, jo, nuk është e vërtet. Çdo ditë qeverisjes të punës së saj, Partia Demokratike ka punuar veç për Kosovën e për t'i bërë nder Kosovës, e nuk dua të ndalem këtu që nga njohjet e deri tek rruga e Kombit. Po vetëm një person që ka mlef për kundërshtarin mund ta thotë këtë. PD-ja ka qenë aty që ditën e parë e fal punës saj në koordinim edhe me partnerët tanë strategjik, besoj që kemi pasur arritjet shumëta për Kosovën. Përpara se të nxjerrësh helm për të mbrojtur veten, përpara se të kapesh pas fies të fundit të shpresës, unë besoj që nuk mund ta justifikosh veten me asgjë, edhe me gjuhën e shëmtuar e të vjetër të politikës baltës. Ashtu siç u tha që në fillim të kësaj seance, në fakt Kosova duhet na kishte bërë bashk, e unë jam përpjekur sa herë të flas për Kosovën, ta bëjmë bashk parlamentin. Duke qenë se jam antare në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, pa asnjë kompleks, e nuk më komplekson fare që thotë do e votoni si Çeço, do ta votojmë do ta votojmë pro këtë raport. Do ta votojmë dhe sot, në fakt, edhe me amendamentet që kemi sjell, kemi shprehur dhe kemi thënë dhe me gjuhën Hashim Thaçit të atij që sot u mbrojt këtu, mendimin që po ka genocid serb në Kosovë. Ka pasur genocid serb në Kosovë, siç thot Hashim Thaçi, Serbia ka kryer genocid kundër qytetarëve të Republikës Kosovës dhe sot jo vetëm mohon krimet e kryera, po vazhdon të mos e pranojë ekzistencën e shtetit tonë. Çfarë duhet vlerësoj nga rezoluta Partisë Socialiste, se unë nuk kam absolutisht asnjë kompleks, edhe të vlerësoj diçka kur e bën mirë kundërshtari. Ligjin që përmend vitin 2012 për të treguar që qeverisja e mëparshme e Partisë Demokratike nuk ka bërë absolutisht asgjë kundër pengimit të hetimit që mund të ndodhte në Shqipëri. Kjo rezolutë e vlerëson ligjin e vitit 2012. Me atë ligj të miratuar në kohën e qeverisjes Partisë Demokratike, kemi thënë që nuk ka asnjë krim të ndodhur në territorin e Shqipërisë, por njëkohësisht kemi vlerësuar edhe arritjet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga ana tjetër, duke pasur parasysh që i hapet rrugë hetimit për të gjitha ato që përmenden në raportin e Dick Martin e miratuar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. A ka ardhur koha që në Asamblenë Parlamentare diskutohet një raport tjetër? Po kjo lufta e shëmtuar politike, me rezoluta që i bëjmë sa herë që i bën kundërshtari, me çështjet të cilat vetë nuk i bëjmë, pa akuzojmë kundërshtarin, me merita që i marrim sa herë kemi nevojë të marrim, e përdorim Kosovën si plaçk sa herë na duhet për luftën tonë politike këtu, unë besoj që duhet të përfundoj. Nuk besoj që ato që ne kemi bërë për Kosovën, të rrim dhe të krenohemi e ta themi këtu me fjalë, ajo bëhet me vepra. Kur se kemi përdor Kosovën si plaç për shkëmbim territoresh, kur se kemi përmend Kosovën sa herë kemi nevojë për të dalë edhe nga ajo lufta jonë e brendshme politike këtu. Po e kemi vlerësuar, e kemi mbajtur në piedestal dhe unë këtë rezolutë e kam diskutuar edhe me kolegët në Kosovë, kam ditë në fakt që e diskutoj edhe me të gjithë përfaqësuesit e forcave politike në Kosovë, me ministren e jashtme atje në Kosovë, të cilët sigurisht kanë vetëm një qëllim. Të bëjmë fakt në gjysmën e asaj që bëri Partia Demokratike, e kur të mos futemi në debatin e tyre të brendshëm politik, po ato nuk duan kur të futen në debatin tonë të brendshëm politik. Fatkeqësisht kjo sallë duhet kishte dalë mbi palët sot dhe duhet ta miratonte këtë rezolutë. Pa asnjë ndjenjë kompleksiteti se çfarë thon këto pas. Duhet ta miratonte këtë rezolutë për t'i hapur rrugën, besoj, asaj që Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës do të fillojë që nga tetori, edhe pastrimit të kujtdo që është baltosur nga akuza, të cilat kjo qeveri pak vite më parë kur krijoi komisionin hetimor i përdori përsëri me kaseta falso për të akuzuar kundërshtarin e saj. Faleminderit. Fjala për zotin Shpëtimi Drizi, 7 minuta.